Një vërplasje diplomatike ka shpërthyer mes Parisit dhe Romës për vrasjen e një aktivisti të krahut të djathtë në qytetin Lyon. 23 vjeçari Quentin Deranque humbi jetën nga plagët në kokë pasi u dënua nga një grup personash gjatë një proteste pranë një universiteti. Prokurorët francezë njoftuan se do të ngrenë akuza për vrasjen ndaj 7 dyshuarve, mes tyre edhe një asistent parlamentar që munonte për një deputet të majt në Assembleen Nationale. Sipas burimeve hetimore, shumica e të ndaluarve lidhen me lëvizje të majta ekstreme, përfshirë grupin antifashist. Ngjarja ka thelluar klimën politike në Francë në prag të zgjedhjeve komunale dhe garës presidenciale të vitit 2027, ku partia e ekstremit të djathtë Rassemblement National shihet një si nga favoritët kryesor. Duke reaguar për vrasjen, Giorgia Meloni e citoi atë si një plag për të gjithë Europën dhe foli për një klimë urrëtieje ideologjike, por presidenti Macron ju kundërpërgjigj ashpër, duke i kërkuar të qëndrojë në vendin e saj dhe të mos komentojë për çështjet e brendshme të vendeve të tjera. Nga ana tjetër, burimet e qeverisë italiane shprehën abi për reagimin e Parisit, duke theksuar se deklarata e Melonit ishte vetëm shenjë solidariteti për popullin francez. Marrëdhëniet mes dy liderëve kanë qenë të tensionuara edhe më herët për çështje si aborti dhe migracioni, ndërsa një samit italo-francez pritet të mbahet në Toulouse në muajin prill.